Në këtë pjesë të parë, ne kuptojmë dhe njëherë rëndësinë që ka mirësjellja, respekti, dashuria, ndihmesa që besimtari duhet t'japë ndaj prindërve të tij. Allahu e ka urdhëruar këtë në Kur'anin familjar. Wa bil walidaini ihsana. Pas adhurimit Allahut çfarë thot? Silluni mirë në formën më të mirë me prindërit tuaj. Duajeni ata, respektojeni ata, ndihmojeni ata, shërbejuni atyre sa të keni mundësi, sepse ajo është dera juaj e xhenetit. Prindi, shërbimi ndaj tij dhe kujdesi dhe dashuria është dera e xhenetit. E sot ne jetojmë në kohë të vështira. Sot jetojmë në një kohë kur ky respekt dhe kjo dashuri është drejt humbjes. Dhe janë shtuar shumë vështirësitë për prindërit tanë, për të moshuarit tanë, për familjet shqiptare, për shkak se njerëzit janë larguar shumë nga këto vlera që i predikon dhe i sqaron në mënyrë të bukur dhe të mrekullueshme feja jonë, sepse prindi është dera e xhenetit.